Data 14 mars. Eksodi, kapitulli 25. Zoti I foli Mojsiut duke thënë: U thuaj bijve të Izraelit që të më bëjnë një ofertë. Do ta pranoni ofertën nga çdo njeri që e bën I shtyr nga zemra e tij. Dhe kjo është oferta që do të pranoni prej tyre: ar, argjend dhe bronz, stofa me ngjyrë vjollce, të purpurt, të kuqe flak, li të hollë dhe lesh dhije, lëkura dashi të ngjyrosura në të kuqe, lëkur baldose dhe drua kacije, vaj për dritën e shandanit, aroma për vajin e vajosjes dhe për temjanin ermir, gur oniksi dhe gur për të ngallmuar në petkun e priftrinjve dhe në gjoksore. Le të më bëjnë një shenjtërore që unë të banoj në mes tyre. Ju do ta bëni atë sipas tërë asaj që unë do t'ju tregoj, si për modelin e tabernakullit, ashtu edhe për modelin e të gjitha orendive. Do të bëjnë pra një ark prej drurit të akacies, të gjatë 2 kubit e gjysmë, të gjerë 1 kubit e gjysmë dhe të lartë 1 kubit e gjysmë. Do ta veshësh me ar safi. Do ta veshësh nga brenda dhe nga jashtë, dhe sipër do t'i bësh një kuror ari që të sillet për qark. Do të shkrish për të 4 unaza ari dhe do t'i vësh në 4 këmbët e saj, 2 unaza nga një anë dhe 2 unaza nga ana tjetër. Do të bësh edhe disa shtiza prej drurit të akacies dhe do t'i veshësh me ar. Pastaj do t'i kalosh shtizat nëpër unazat e arkës për ta mbajtur. Shtizat do të qëndrojnë në unazat e arkës, nuk do të hiqen prej saj. Dhe në ark do të vësh dëshminë që do të jap. Do të bësh edhe një pajtues prej ari safi. Gjatësia e tij do të jetë 2 kubit e gjysmë dhe gjerësia e tij 1 kubit e gjysmë. Do të bësh pastaj 2 kerubin prej ari. Këta do të punohen me çekiç në të 2 skajet e pajtuesit. Bëj një kerubin në një nga skajet dhe një kerubin në skajin tjetër. Kerubinet do t'i bëni për një cope të vetme me pajtuesin në skajet e tij. Dhe kerubinet do t'i kenë krahët e hapur me drejtim lart, në mënyrë që të mbulojnë pajtuesin me krahët e tyre. Do të kenë drejtim nga njëri tjetri, ndërsa fytyrat e kerubinëve do të jenë të kthyera në drejtim të pajtuesit. Do ta vësh pastaj pajtuesin lart mbi arkën, dhe në ark do të futësh dëshminë që do të jap. Aty unë do të takoj, nga lart mbi pajtuesin, midis 2 kerubinëve që janë mbi arkën e dëshmisë, do të njoftoj tërë urdhrat që do të jap për bijtë e Izraelit. Do të bësh edhe një tryezë prej drurit të akacies, të gjatë 2 kubit, të gjerë 1 kubit dhe të lartë 1 kubit e gjysmë. Do ta veshësh me ar safi dhe do t'i bësh rreth e qark një kuror prej ari. Do t'i bësh rreth e për qark një buzë të lartë 1 pëllëmb dore dhe rreth kësaj buze një kuror prej ari. Do t'i bësh gjithashtu 4 unaza ari dhe do t'i vësh unazat në 4 qoshet, që ndodhen në 4 këmbët e tryezës. Unazat do të jenë pranë buzës për të kaluar shufrat e caktuara që do ta mbajnë tryezën. Shufra do t'i bësh me dru të akacies dhe do t'i veshësh me ar. Ato do të shërbejnë për të mbajtur tryezën. Do të përgatisesh edhe pjatat e tij, gotat e tij, kupat e tij dhe filxhanët e tij me të cilët bëhen libacionet. Dhe do t'i bësh me ar safi. Dhe do të vësh mbi tryezë bukën e paraqitjes që do të rri vazhdimisht para meje. Do të përgatisesh një shandan prej ari safi. Shandani, këmba dhe trungu i tij do të punohen me çekiç. Kupat, mollët dhe lulet e tij do të jenë një copë. Nga anët e tij do të dalin 6 krah, 3 krah nga njëra anë e shandanit dhe 3 krah nga ana tjetër e tij. Mbi njërin krah do të modelohen 3 kupa në formë të bajames, me një mollë dhe një lule, dhe mbi krahun tjetër 3 kupa në formë të bajames me një mollë dhe një lule. Kështu do të veprohet për 6 krahët që dalin nga shandani. Në trungun e shandanit do të ketë 4 kupa në formë të bajames dhe mollët dhe lulet e tyre. Do të ketë një mollë poshtë 2 krahëve të parë që dalin prej tij, një mollë poshtë 2 krahëve të tjerë që dalin jashtë tij dhe një mollë poshtë 2 krahëve të fundit që dalin prej shandanit. Kështu do të bëhet për të 6 krahët që dalin nga shandani. Këto mollë dhe këta krah do të përbëjnë tërsinë. Shandani do të jetë prej ari safi dhe i punuar me çekiç. Do të bësh edhe 7 llampat e tij, të cilat duhet të vendosen në mënyrë që të ndriçojnë pjesën e përparme të shandanit. Dhe tërë veglat për të lëvizur qiririn dhe mbajtësin e tij do të jenë prej ari safi.
Shandani dhe veglat e tij do të bëhen me një talent prej arit të papërzier. Dhe shiko, të bësh çdo gjë sipas modelit që tu tregua në mal. Gjoni, kapitulli 4. Pra kur Zoti mori vesh se farisejt kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pagëzonte më shumë se Gjoni, ndonse nuk pagëzonte Jezusi vetë për dishepujt e tij, e la Juden dhe shkoi përsëri në Galile. Por duhej të kalonte nëpër Samari. Arriti pra në një qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të vet. Por aty ishte pusi i Jakobit. Dhe Jezusi, duke qenë i lodhur nga udhëtimi, u ul pranë pusit. Ishte rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerr ujë. Jezusi i tha: "Më jep të pi", sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të blerë ushqime. Atëherë gruaja samaritane i tha: "Po qysh, ti që je jude kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane?" Sepse judejt nuk shoqërohen me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë më jep të pi, ti vet do të kërkoje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë." Gruaja i tha: "Zot, ti as kovë nuk ke dhe pusi është i thellë. Prej nga e ke pra atë ujë të gjallë? Valli më i madh se Jakobi, ati ynë, që na dha këtë puz dhe piu prej tij ai vet, bijtë e tij dhe bagtia e tij?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri etje. Por kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më etje përjetë. Por uji që unë do t'i jap, do të bëhet në të një burim uji që buron në jetë të përjetshme." I thot gruaja: "Zot, më jep këtë ujë që unë të mos kem etje dhe të mos vi këtu të nxjerr ujë." I thot Jezusi: "Shko, thirrë burrin tënd dhe eja këtu." Ju përgjigj gruaja dhe tha: "Unë nuk kam burr." Jezusi i tha: "Mirë the, nuk kam burr, sepse pate 5 burra, dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Në këtë ke thënë të vërtetën." Gruaja i tha: "Zot, po shoh se ti je profet. Etrit tanë adhuroni në këtë mal dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurohet." Jezusi i tha: "O grua, më beso, vjen ora që as në këtë mal, as në Jeruzalem nuk do të adhuroni atin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur që adhuruesit e vërtet do të adhurojnë atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse ati kërkon të tillë si adhurues të tij. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën." Gruaja i tha: "Unë e di se vjen Mesia, i quajtur Krisht. Kur do të vijë ai, do të na i kumtojë të gjitha." Jezusi i tha: "Unë jam ai që po të flet." Në këtë çast erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua, por asnjë nuk i tha çfarë kërkon ose pse flet me të. Atëherë gruaja e la shtambën e saj dhe shkoi në qytet dhe u tha njerëzve: "Ejani, shikoni një njeri që më ka thënë gjithë sa kam bërë. Mos vallë, ky është Krishti?" Atëherë ata dolën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Ndërkaq dishepujt e vet po i lutën duke thënë: "Mësues, ha." Por ai u tha atyre: "Unë kam një ushqim për të ngrënë, të cilin ju se njihni." Për këtë dishepujt i thonin njëri tjetrit: "Mos i solli vallë dikush për të ngrënë?" Jezusi u tha atyre: "Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. A nuk thoni ju se ka edhe 4 muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korrjen. Edhe ai që korre merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku ai që mbjell dhe ai që korr. Sepse në këtë vërtetohet e thëna, një mbjell e tjetri korr. Unë ju dërgova të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre." Dhe shumë samaritan nga i qytet besuan atë për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi: "Ai më tregoi gjithë sa kam bërë." Dhe kur samaritanët erdhën tek ai, e lutën të qëndrojë me ta, dhe ai ndenjë aty 2 ditë. Dhe shumë më tepër besuan për shkak të fjalës së tij. Dhe ata i thanë gruas: "S'është më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojmë, sepse vetë kemi dëgjuar dhe e dim se ai është me të vërtetë Krishti, shpëtimtari i botës." Edhe pas këtyre 2 ditëve, ai u nis prej andej dhe shkoi në Galile, sepse veti Jezusi dëshmoi se një profet nuk nderohet në vendin e vet. Pra kur erdhi në Galile,
Galileasit e priten sepse kishin parë të gjitha ato që kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar për festë. Kështu Jezusi erdhi përsëri në Kana të Galiles, ku e kishte bërë ujë në verë, dhe aty ishte një nënpunës mbretëror, djali i të cilit ishte i sëmurë në Kapernaum. Ky, kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judea në Galile, shkoi tek ai dhe ju lut që të zbriste e ta shëronte birin e tij, se ishte gati për vdekje. Atëherë Jezusi i tha: "Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk do të besoni." Në punësi i mbretërori tha: "Zot, zbrit para se të vdes djali." Jezusi i tha: "Shko, yt biri jeton." Dhe njeriu i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. Ndërsa ai po zbriste, i dolën përpara shërbëtorët e vet dhe i kumtuan duke thënë: "Djali yt jeton." Dhe ai pyeti ata në cilën orë u bë më mirë, dhe ata i thanë: "Dje në orën e 7 e lan ethet." Atëherë i ati e kuptoi se ishte në atë orë në të cilën Jezusi i kishte thënë: "Biri yt jeton." Dhe besoi ai vetë dhe gjithë shtëpia e tij. Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë kur erdhi nga Judea në Galile. Fjalët e urta, kapitulli i parë. Fjalët e urta të Salomonit, birit të Davidit, mbreti i Izraelit, për të njohur diturinë dhe për të mësuar gjykimet e mençura, për të ditur si të veprosh me urti, me drejtësi, me gjykim dhe ndershmëri, për të dhënë shkathësi njerëzve të thjeshtë, njohje dhe reflektim të riut. I urti do të dëgjojë dhe do të rrit diturinë e tij. Njeriu i zgjuar do të përfitojë këshilla të urta, për të kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urteve dhe thënjet e tyre të errta. Frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin. Dëgjo, biri im, mësimet e atit tënd, dhe mos i lër pas dore mësimet e nënës sate, sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde dhe një stoli në qafën tënde. Biri im, në qoftë se mëkatarët duan të mashtrojnë, mos prano. Në qoftë se thonë, eja me ne, kemi ngritur një prit për të derdhur gjak, i ngritëm gracka të pafajshmit pa ndonjë shkak, leti ka përdim të gjallët ashtu si Sheoli, tërësisht si ata që zbresin në grop, ne do të gjejmë lloj-lloj pasurish të çmueshme, do t'i mbushim shtëpitë tona me plaçka, ti do ta hedhësh në short pjesën tënde me ne dhe të gjithë ne do të kemi një qese të vetme. Biri im, mos shko me ta në po atë rrugë, ndale hapi nga shtegu i tyre, sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes dhe ata nxitojnë të derdhin gjak. Shtrihet më kot rrjeta përpara çdo lloj zogj, por këta kur disin prita kundër gjakut të vet dhe ngren kurthe kundër vet jetës së tyre. Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur për pasuri. Ajo ja heq jetën atyre që e kanë, para lajmërim për të mos hedhur poshtë diturinë. Dituria bërtet në për rrugë, zëri i saj dëgjohet në përsheshe. Ajo thërret në vendet ku ka turma dhe ligjëron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur o njerëz të thjeshtë do t'ju pëlqejë thjeshtësia dhe tallësit do të kënaqen duke u tallur dhe budallënjt do të urrejnë dijen? Ejani në vete nga qortimi im. Ja unë do të derdh mbi ju frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia, sepse unë thirra dhe ju nuk keni dashur. Shtriva dorën time dhe askush për jush nuk i kushtoj vëmendje. Përkundrazi, hodhët poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat ndrejqjen time. Edhe unë do të qesh me fatkeqësinë tuaj, do të tallem kur të vijë ajo që ju druani. Kur ajo që druani të vijë si një furtunë dhe fatkeqësia juaj të vijë si një stuhi, kur t'ju mbulojnë fatkeqësia dhe ankthi. Atëherë ata do të më therrasin mua, por unë nuk do të përgjigjem. Do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjejnë, sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit. Nuk kanë dashur të pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qortimet e mia. Prandaj do të hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me këshillat e tyre, sepse përdalja e njerëzve të thjeshtë i vret dhe qetësia e rreme e budallënjve i zhduk, por ai që më dëgjon do të banojë në një vend të sigurt, do të jetë me të vërtetë i qetë, pa frikë nga çfarëdo e keqe. 2 Korintasve, kapitulli 13. Kjo është e treta herë që vite ju. Çdo gjë do të qëndrojë me gojen e 2 a 3 dëshmitarve.
E thash edhe më parë, kur isha i pranishëm te ju për të dytën herë dhe po e them tani që jam larg jush. Por shkruaj atyre që kanë mëkatuar më përpara dhe të gjithë të tjerëve se po të vi përsëri, nuk do të kursej njeri, sepse ju kërkoni provë të Krishtit që flet në mua, dhe ai s'është i dobët ndaj jush, por është i fuqishëm ndër ju, sepse ai u kryqëzua prej dobësisë, por rron prej fuqisë së Perëndisë, sepse edhe ne jemi të dobët në të, por do të rrojmë me të prej fuqisë së Perëndisë ndaj nesh. Hetoni veten tuaj, a jeni në besim? Provoni veten tuaj, apo nuk e njihni veten tuaj se Jezu Krishti është në ju, veç në qofshi të paprovuar, por unë shpresoj se do ta njihni se ne nuk jemi të paprovuar, por i lutem Perëndisë që të mos bëni ndonjë të keqe, jo që të dukemi të provuar, por që të bëni ju të mirën, e neve le të jemi të paprovuar, sepse nuk mund të bëjmë gjë kundër së vërtetës, por për të vërtetën. Sepse ne gëzohemi kur jemi të dobët, por ju jeni të fortë, por për këtë edhe lutemi për ndrejqen tuaj. Prandaj shkruaj këto gjëra kur jam larg jush, që kur të jemi pranishëm të mos sillemi prerë sipas autoriteti që më ka dhënë Zoti për të ndërtuar e jo për të prishur. Së fundmi o vëllezër, gëzohuni, ndrejquni, ngushëllohuni, jini të një mendjeje, jetoni në paqe dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju. Përshëndetni njëri tjetrin me puthjen e shenjtë. Të gjithë shenjtorët ju përshëndesin. Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen.